I vendosur ndër kodra, rreth 480 metra me lartësi mbidetare. Grejkoci është një fshat i bukur i Suarekës. Fshat ky që ka 700 shtëpi dhe afërsisht 2500 banor. Njerëzit e Grejkocit janë të njohur për punë, mikpritje e bashkim. Shumica merren me bujqësi e blegturi. Ndërsa shumë të tjerë janë edhe në mërgim, e që ndihmojnë fshatin vazhdimisht. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, Grejkoci dha shumë dëshmore trima, të cilët sot i ka të ndëruar me pllakë përkujtimore në qendër të fshatit. Kujtim e krenari për të gjithë banorët. Sot, Grejkoci njihet si vend i qetë, me natyrë të këndshme e njerëz të mirë, që se harrojnë as vendin e as historinë e vet. Mirë se ju gjeta Grejkovc i Therondës, ose tashmë siç njihet edhe me emrin e vjetër Suarekës. Çfarë kënaqësie për mu, shumë e veçantë, e lirisht me gjithë shpirtin mundë me i tho një privilegj si gazetar, si val që me udhëtu në përfshatra të ndryshme të Kosovës, e që tashmë janë bërë disa e ende kam për me i vizitu ata. Me një kënaqësi shumë të madhe kemi udhëtu në Grejkovc, ky fshat që bardh në vete një histori të jashtëzakonshme, histori të njerëzve gjithsesi. E dim që gjithë secilin e preku lufta, mirë po historia e zhvillimit, një dhe dashurisë e takuam edhe në Grejkovc. Po sa hodha hapin e parë këtu, takova njerëz të cilët janë mikprica e që nuk i kanë humbur traditat e vendit tonë. E ato unë po i takoj në secilin fshat të votrës tonë që unë po udhtoj nga java në javë. Historia e Grejkovcit po ashtu është e mrekullueshme edhe sa i përket njerëzve të cilët janë të punës, e vret edhe nga pamjet, nga pastërtia që ata kujdesen vetë për tokën e tyre. E fillova jo rastësisht këtë hapje të parë tek ky liçen akumulues, e që banorët e kanë ndërtuar vetë dhe e mirëmbajnë vetë, sigurisht me ndihmën e institucioneve. Së bashku me Kujtim Saqipin, sot me një kënaqësi shumë të veçantë kemi me i taku ata, me u njoft me fshatin, me historinë e tyre, me mërgjimtarët të cilët në fshat Grejkovci ka shumë mirë, po që të bëmat e tyre në mënyrë pozitive vrehen në fshat, me ndërtimin e shtëpive e me ndërtimin të fshatit në terësi. Nga kjo natyre qetë që e takova në Grejkovc, gradualisht ne ju ofrojmë pamjen nga ky fshat dhe i njerëzve të cilët, siç e thash e po e ritheksoj, janë më mikprica. Nuk po them se sa fshatrat e tjerë, sepse po i takoj gjithkund edhe njerëzit e fshatrave të tjerë të Kosovës, kështu që qëndroni me mu edhe qëndroni me pamjet e bukura që i sjell Kujtimi nga Grejkovci i Therondës.
Në kohën e regjimit të asaj kohë, para 30 viteve, kur tentohej të mbylleshin shkollat shqipe, tentohej që me çdo kusht të mos zhvillohej arsimi. Në tërë Kosovën më mirë ta themi. Në këtë shkollë e që themelet i ka qysh 30 vite përpara. E në plan është që të bëhet edhe si muze, shkaku që i ka rezistu kohës, sigurisht që për gjatë viteve ajo është renovuar në pjesë të ndryshme, sigurisht për të ruajtur ambientin e kësaj shkolle. Emri kësaj shkolle sigurisht që është shumë i veçantë, më falni për tonin e zërit, por jemi në proces mësimor. Në atë kohë u dhanë 1 milion marka që nga vetë banorët e Grejkovcit të ngritet deri në këtë pikë ku jemi sot. Pse dëshmorët e Grejkovcit janë pikërisht këta burra që ronë për liri dhe pavarësi. Andaj për të ndëruar veprimtarinë e tyre, sakrificën, kjo shkollë e mban emrin. Sigurisht dhe personat që shihen djathtas janë punëtorët që vdiqën në vend të punës. E sigurisht që shkolla i ka ndëruar me një nostalgji, edhe ashtu siç është edhe emëruar. Përndryshe jashtë shkollës, dëshmorët e Grejkovcit janë mbjellur 8 pemë për t'i ndëruar. 8 pemë trupa. Dua ta falenderoj drejtorin e kësaj shkolle që na ndroi për me hyrë brenda edhe me e përmend një mini historik, sado që historia nuk mundet me u përmbledh vetëm me 1 ose 2 minuta. Ka shumë me fol për ta. E unë kam një ndeshje shumë të veçantë që e gjendëm në këtë shkollë. Përndryshe, nxënësit e kësaj shkolle, të cilët janë 260, prej tyre sigurisht që mësimi mbahet prej klasës së parë deri tek klasa e 9. Ata i kanë lërzuar këtu mure, si që edhe po mund të shihet, por sigurisht të nxënësa që kanë mbetur për gjatë viteve e ka marrë atë hovin e fenomenit të ikjes duke emigruar jashtë vendit. Mirë, por një shkollë që ende qëndron, nuk është që është e zbrazët si kur kemi takuar në për shkollat të tjera që madje nuk mbat edhe procesi mësimor fare, shkaku i ikjes dhe emigrimit të nxënësve. Këto janë disa nga pamjet e bukura që vijnë nga shkollat dëshmorët e Grejkovcit. E kam një knatësi shumë veçantë që së pari unë ndola te lagja Kicaj në këtë fshat në Grejkovc, edhe takova një zotëri që i punon tokat, edhe madje ka më së shumti arra edhe molla. E përmenda në hyrje që në Grejkovc njihen të paktën njerëz që janë shumë punëtorë edhe i punojnë tokat e tyre për aq sa kanë. I nderuar, faleminderit shumë që na prite, pranove me fol me neve. Më thonë, hajde hime pim ka një kafe. S'po disha më thonë. Veç menja me të shku bë? Ja, po më shkon menja, po. Emri juaj? Lerim, Kicaj. Lerim? Lerim. Lerim, kush ta vendos emri Lerim, mëre? Nuk e di. Mërë sovjetiki? E 65 vjet ka. 65 vjet. I bajnë maj. Emri Lerim, jo më të para gjykusit, të e gëzëv shemër në për 100 vite, po. Para 65 viteve supozohet emri Lerim. Sen nuk di, shpesh shumë kanë vetë, mas lutës, nena kush ta kanë gjitë këtë emën, qyshe morë këtë emën, nuk e di edhe unë vetë, baba ose kush ma kanë gjitë ata tyve në di, vetë që më Lerim e kam. A ka qenë... Në komunët Soarekës e di që janë konë,
para lufte 2 lërima. Para Tani, lufte. Para lufte u konë 1 lërim i Grikovcit, 1 u konë në Dobravë. Edhe tjetër konë s'kum A një di që ka pas. çfarë po më çudit se kam dëgjuar në lirim që ja kanë lënë pas luftës kur ja kanë parapri lirisë, do të thotë për me largu okupatorin serb këtu, po para gjatë 5 viteve garant baba tu përball me ndonjë luftë tjetër që ka vendosur. Nuk di atë, nuk e di. S'po më as më thon Oxh, po them zotri Lirim. Zotri Lirim, faleminderit shumë që na ke prit ta gëzosh emrin, edhe gjatë 5 vite, inshallah zojnë me shëndet. Inshallah, po me shëndet shumë. Qysh pa kala në Grajkovc? Mirë. Me shëndet ndoshta... Me shëndet jam shumë peshiqerit shumë dopt jam. Ma shkurt jam konë do asish në i kumbon. Jam konë s'kumlon që sa deri të prej syve të ashtë jam dopt. Jam konë Tiran, jo s'po guzojnë peshiqerit më bo. Operacioni. S'po japin kur farë. Raporti kështu që me guxu me ndërhyr. Me sheqeri, është pyetje. Amo, çka po më çudit edhe po ngëzën fakti që s'po nalesh, ecëm deri këtu, ja, monal, po shumë me vështërsi, edhe shkat punoj hunç. A hunç, a? Kom të mlomin, edhe që kjo. Që të ora i punoj, vaditi po u i skena, faktikisht s'po disha me thonë. Qëso atë kanë dimu komunat që me i morgë, se po i shojmë janë do pipa 3 këta. 3 që to janë. A mujna me ecë ka dolem qofë se së të mënaj ty. Kjo është ka problem, shkojmë komunja këtu në ka anë. Po, a ke po kërkes, a vetë ke dosh që më shpelon? Jo, kërkesën e kena bon komune, komunja ka dhonë arra qysh ka anë kajve, edhe mund ka anë, që to po këto arrat janë faktikisht në pandemi janë mjellë. Unë që që di në basë që ty në arrav tjera që janë, mbjellja ty në para 70 vjetë nuk japin frët. Dhe sa të lëshojnë rajt në është a mirë? Të lëshojnë po rajt në është mirë. Këto të është qëto. Qëto që ka i ki, qëto për shto kujdesi. A më shumë mirë që më s'me e lonë token me shku në dëmë. Qashtu është, po na kena kujtu që arën e mjellë dhe bën me njëherë. Bën me njëherë, po që 7 vjetë, jo si 7 si ka, po mas pandemijës. I ke mjellë. 7 vjetë o konë, i ku mjellë, hala arë për ty në morë s'kam. A mo the që kena probleme ujna nuk ka këtu, as ujtë pijes, a pak të më për ujitje që... Valla dhe ujtë pijes nuk kena fort. E pse në është ta që jeni ma lartë me pozit? Ma nalë kena. Bonar ki? Bonar kena, po... Nuk ka shumë. Kanë shterë, këm pas ujtë që atje, ka shterë se ujtë ashtë po qelin bira, ujtë për vjetë gjena po i të poshtë. Po dhe ata të poshtë, na fa ka le atje kërë qenë atje. Qashtë. Para se me hytë te, më boni për shtypje, zotri Lirim, shtëpi bazë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ishte vendosur si plok në vitin 2021. A ke mbajt ushtarë këtu, apo refugjat, ose që? Refugjat edhe ushtarë ku mbajt, po dhe refugjat kina mbajt. Disa kohë, tani kur në ardhë me i krejtë dhe... U dëbut për këtu? Ku shkut? Në Shqipni. Shqipni. A ju ka prejkë shumë luftra, zoti Lirim? Jo, të na nuk ka bodam. I keni do dëshmorë që... I kena do dëshmorë të Grikovcit. Janë ata që i kanë... Faktikisht familja ime. To të këtë, vetëm po një safet kicën e kena, që është ka në ushtarë dhe është... Kara dëshmorë? Kara dëshmorë. Dhe tjetër kanë... Katunit kjena, po në Haqër Selima, Haqë Haqa, janë me emën ty besë. Jo, në base edhe i ke arru. Qush e ka leni me njoni tjetërin, edhe që ka po më interesant? Kjo me njoni tjetër shumë mirë, shkojmë, probleme nuk kjena, në fshatë, deri që tashtë, s'kena pasës, s'kena, qëto. So lagje jeni ju i një kica, si fshatë më duket shumë i madhë, zote Lirim? Ka shumë lagje. Se na kica jena që kënalë, po tash kena ra kajtë poshtë atje. Po. Që jeni zgjeru, do më thonë ju kicaj? Po, jena zgjeru. Se thashë në këto këm pas shpijen, e këm pas flemen, e këm pas odën e këm nëjqë, ato tjera, ato desh me ra poshtë o volonta, se di atë dini. Po, që e kemi pa. Për mi o volonta, është 5 prilli që aty e kam shpijen,
edhe qëto vina. Që të po vjen me bashkëshortën, Po, me kalu kohën. Me kalu kohën, me punu në i sen, edhe qëto raj merën, po du më një mledhëm kur t'ka. Kur s'ka, Kur s'ka e që... edhe pëmë si vjetë nuk na kanë. I ka djek pak moti, se u konë shumë më ti... Ftoftë u konë, A ftoftë u konë? ftoftë u konë për verë. Po. Masa ne e kapi me njëherë një farë nxeti, Po, i nxeti kështu si me hez, qështu. i ka djek. Zoti Lem, s'po du më t'lonë kom se i pas ke edhe problemet e tua, jem shumë i nderuar që fola me ty, faleminderit shumë. Ta shumë të t'limaj ka dal me shku dhe isha tjenë që se s'keme nejnë bashkë. Jo, hiç për atë problemun e tej që atje ju për qëllin. A, të rrit nera, shumë Po, më faleminderit. thonë, hajde hina, pina Ja. kafe. A di qysh, e mira është që na kanë lutë krejt këta kujshia juve, hajde, si më na shti dhe më na pas do. Jo, më paskon poshtë atje poshtë të shpia. Ja, U respekt. shkon qethësën. Respekt. Vitë si po e thu, besëm që sikur me... Po jo, në përqyëj se aja plaka, gryja, pa pas. Nuk guxo me bot të lash, as pak, faleminderit shumë. Veç që s'po du më të punu. Edhe, qështu. Lirim Kicaj, të do shumis njeri shumë punëtor nga fshati Grej Kofc. Qështu. Që shtë pa Qëto shabes. bletë, qëto i kam sa për veti, po këto nuk kanë, që 2 vjetë nuk morë me... Çfarë mjallë të kryesisht e malit, në ashta më qenë si Po keni pa qëto. Bio është, që po di që me thonë, Po. këto, qëto, shehen qëto jasish në... Respekt. Në fakt, kur e shohim në sytë e parë fshatin Grej Kofc, e thash edhe në hapje të emisionit që seriozisht është një fshat shumë i zhvilluar. Kur jemi tek komuna dhe të bërat e saj, nga komuna e Soarekës, edhe banorët na thanë që është punuar jashtëzakonisht shumë, edhe deri më tani sa ofruam pamje ju e patë që është ndërtuar sikur te liçeni akumulues, sikur edhe te shoqata e Grej Kofcit, që më vonë ndoshta e kemi rastin me u njoftu edhe me ta mirë, po i kemi rrugët e asfaltuara sado që lagja Kicaj që biseduam me zotin Lirim, pati mungesë të ujit, shkaku edhe i lartësisë që e kemi në këtë pjesë. Çka vlen me u theksu edhe çka është shumë rëndësishme në fakt që pam edhe rrugës nga erdhëm deri këtu që ka shumë biznese të cilat funksionojnë në fshatin Grej Kofc, dhe po besoj që këtë fshat e kanë bërë një mini qytet sa i përket mos me i mungu kur gjanë në fakt. E pam që e kemi edhe ambulancën e cila është doktori, punojnë edhe motrat të cilat janë infermiera ato, kështu që e kemi po ashtu edhe shkollën që i ka bukur disa nxënës, duke i përfshirë, siç e kam thonë edhe në fillim, që i ka dikun 700 shtëpi, disa prej tyre janë të braktisura shkaku që jetojnë në emigrim, e shumë të tjera. Gradualisht po njoftohemi me krejt historinë edhe me gjithë njerëzit e fshatit Grej Kofc, e ju mos harroni që pamjet e bukura i sjell kamera jonë dhe kujtem sa qip. Që kjo rrugë në Grej Kofc është rruga kryesore dhe e ka emrin 8 marterët. Sigurisht emëruar nga dëshmorët e rënë në këtë fshat. E përmenda edhe në fillim të emisionit, por edhe ka mesi që takova shumë biznese që janë të pozicionuara në Grej Kofc. E para që po du më ndalë është Arding, depo ndërtimore, e cila merret me kanalizime, ndërtime të larta dhe të ulta. Po du me ditë, a kemi zot shtëpie, a jo në këtë depo ndërtimore? Unë e pishët 3, po s'di cili mundet me kon shefi. A dëni musafir
Kësi ju që thirin telefon po vina, po të paftum. Të më tjeta, si e? A je mirë? Apo të pengaj diçka burë? Jo, absolut. Të më tjeta. Me këto qka je? Hade, mës në le vetë. Cili jeni ma shef ta di? Shefa, dët jemi. Apo, a? Dë jemi. Alloj me një vend ku janë dy shefa së funksione. Na kam vëmë të madhe një ngujë. Apo, a? A mujna, për ndryshë unë jam Vali, gazetare bëjnë emision në përkatune, nuk e di atë ka ra me po ma herët, apo ju, po? Apo, a? Po më gjushja. A hikum një herë për gjithmonë, edhe unë e kom një vlo, vetë i pesti jam. Thojnë gjithë i madhi ka hik mas shumë ti, gjithë me kena maru, a ka hik edhe këj me juve a ju? Apo, a? Edhe apet po del këtu, pjonim. Apo vjen ma ofër puna dhe mikrofonit mas ju më deru të dët, e thash kur hyna në fshat që po shumë bizneset që po besoj në zhvillimin e fshatit juve është një gjohë shumë e mirë. Çka po bëni sak në këtë depo ndërtimore dhe prezanta më qute? Unë jam Shemsi Cona, i Grikocit, në këtë fshat ku jem. Ne jemi depo ndërtimore, bëjmë ndërtim shtëpijave, gjona, mos bëjmë ndoshta reklam. Lirisht. Për vetë faktin që erdha do shta mi bërë reklam këtë fshatit, sa të që ka? Kompani e vogël, edhe punojmë shitje, blerje të malla qështu. Që sa vite keni fillu? Prej me depo jemi që një 6 vjet. Me ndërtim kështu kemi punu prej 99-ës dikon. Prej 99-ës, do më thonë Po jemi ndërtim. në luftë, me njerë tani pas luftës keni në qëtë pjesë nuk është që kam edhe shumë informacione mirë, po qyshu ka ecë në ndërtimtaria, në dër vite, me qenë se kok një... Mirë është, ma ka qenë ma koklavet në pak, do të thotë se cili mi, po tash janë shumë ma mirë. Të çdo gjë është ma në rregull. A Si vetë, me punëtor, si me gjë. so pëndori ki? Ne jemi 4 këtu, përndryshe ka ma një 2 ekipa tjera që punojnë. Në për teren, në për lokacione të ndryshme. Me të pyet, nashta nuk është pyetje heq e logjikshme pse pikërisht në fshatin Grejkovc vendosëm me e lanë këtu, a vetë që e dënë vendin tënd edhe pse mos me e lanë këtu. Jo mërë na këtu jemi edhe s'kemi provu as me dal jashtë na. Jo, në tuk t'juv. Këtu jemi këtu i kemi depo, na ne i kemi shtëpijat. Përndryshe mirë kalojmë këtu. Batë si madh, hajde batë, se aja bën baca ju. Po fakt. Cili është roli jota për një me i shef? Unë një farë shefi jam, po pak ma i vogël. A e moni kuj letën o burë? Po letën këtu i kohej. Apo, a? A mo jeni ndakshtu me shtëpia? Po me shtëpia jemi veç jemi, në dalë jemi. Unë jam Ismet Cona, Po më vjen mirë. vllai i madh i këtyn jam. So vllazni jeni? 3 jemi, unë jam i madhi, i 2. A është i përfshim edhe i treti? Ja, është Slovenia është. Sloveni. Çka e gjetë që shka janë ato pos punë bëllë këto? Mendoj që e pe gjonë vetëm ma mirë atje, po tash më shtatje me fëmijë me krejtë. Për vetë faktin që je më i madh në mosh, po du më të pyet pak edhe për fshatin Grejkovc, ndër vite kështu. Po besoj keni bo këtë depën e ju me forcat juve mirë, po fshati Grejkovc që ka lejnë ndër vite, në base lufta masa ne ju zhvilluat vetë, shohim shtëpi të bukura, shohim zhvillim, a bani komuna për juve i ndëruar? Ka ban komuna, edhe për një, po fshati jonë ka gërbexhi shumë, edhe që ata ma i zhvilluar. Kur ta kështu është ka, edhe ka biznese. Që ata mu punë që ditë, për vetë faktin që mërgjimtarët janë infuzioni i vendit. Që ashtu pithojnë me dhone. Edhe bizneset hecin edhe përmes kur ka gërbexhi tani edhe këto zhvillohen, se shkon si po kështu në përgjithësi o mirë. Po. Mirë, është. Shem, a e ka ka sektorin në ndërtimtarisë shtrejtia, po i thëmë gjuhën popullore, si në periudhë pas pandemisë, sidomos... Do të më llogarit që mas pandemisë dikon janë 40% është ma shtrejt. A ka ndikuna i sen te jo kja? Jo, absolut. Jo, a? Jo, absolut jo. Unë ka, muj me thonë që është veç ma mirë se që unë të kalumen. Ma mirë se të kalumen po tua, edhe pse... Ma mirë, po flasë për rrethin këtu. Po. S'po flasëm për në tonë regionin, po rrethin këtu është, muj me thonë që janë gjonat ma mirë. Kur e përmene rrethin, rreth e keni qëta, këtë lagjën e ju, qysh e kaleni me njoni tjetrin, qysh funksionani? Ata kanë besu punën me njoni për i banorëve ty? Kemë shumë klienta kemë që kanë besu, po shumë kemi që kemi kry punë të mira, ne konë edhe kemë gabu, s'muj me thonë që... Jo, njëri gjallë gabën, se tash pa gabu, Jemi më konë pak të përgjeqëm, pak
për shkak të vetes tonë më shumë. Për shkak të kompanisë që mos më reklamu në keq kupton. Po, Ordi kush është vllai i tretë me gjos? Ordi është djali i këtij nash çaj atje. Po përshëndesim Ordin jashtë kamere, tu nga tjeta. Shem, nuk e di apo të bes bësh në isan, unë e pota shumë qef me bisedu me juve, për vetë faktin që kur po takojnë në emision edhe për shoh që njerëzit të dojnë vendin e vetë, një vend që ju e dini tash, ju që e keni përjetu luftën e dini mas mirë ti pa ja thonë në heq. Jam e ndërtu që të ven ja cilin. Kështu që jam shumë i respektuar. Këtu që të mes perspektive që këta kemi edhe veteran. Duhemi me dojtë lejna, thash, apo, të t'leo pak. Pak tani kemi edhe këtu në fshat që është shoqata Grejkovcit janë një ndër, më me thonë 50-50 me komunë shkon. Me organizim. Unë e kom thonë në fillim pak si me një qytes, po më të këshio. Ambulanca po funksionoj, po më nej çdo sani mirë. Kur e tha veteran, jo so me thonë për emision, po si i ri këtij vani, si i lindur në luftë, i ndërum në 98-ën, a besoj që çdo herë mishi për pjetëm shkojnë, edhe pse se kum përjetu, po e ka përjetu familjarët e mi. Dëgjova që keni edhe dëshmor në fshatin e juaj. Kemi. Dëshmor, një ka rënë në Qavdullës, një ka rënë në Simitesh, fshatin Simitesh, u vra, një në fshat Grejkoc edhe pjesa tjetër do janë vrarë në Kufi. Në Kufi. Në Bashtrek e pati emrin Zoti Sabit, shtëpia e tij. Sabit Lushaj, Nasër Tafaj, Zenel Curaj, të katërtit për një herë. Po janë vrarë në Kufi janë vrarë. Qysh e keni përjetu luftën në Grejkovc? Mbase ti ke qenë si krejt Kosova. Dhimbje, plagë. Dhimbje, po patjetër ku ndash me kontribu për luftë. Për me shtiru venin, ku ndash patjetër. Ato mundësitë tona asha kena mujtën. Nuk du absolut mu bo gazetari zakonshëm edhe me... Mirë, tash jemi të marrë me çdo. Po. Me biznesin tonë, me punë tona, mirë po ec, çdo sa në rregull. Mirë, me vazhdu këtu, mas me dal jashtë. Me punu në Kosovë, se ka punë boll. Për që ata i thash edhe shemës që ku ka ma mirë se me kontribu që jënë ku lufte, jeni dollë për bollë që me mbrojtë të vend. Për me shliru që të vend, edhe me përparu që këtë vend, se për me luftu, me shku në gërbet së zgjedhje. Nuk është zgjedhje, absolutisht. Jam shumë i nderuar që bisedova me juve të dëve, kujta po na bën diçka, po s'pe kuptoj çka, veç shem, të falenderit shumë. Jam shumë i respektuar, inshallah ju ec kjo punë gjithmonë sa ma marr shnetën me pos. Qështu, me ngu bosin sa ma shumë se këta bosa të gjojnë kajde, valla unë së mpidurej. Ma bëjke vlove jam të kumbojnë të qaf lju, po qa me bo, valla i vogël im konë. Respekt, indërum, falenderit shumë, shumë mundiva i knoqë që bisedova me juve ju pofsha gjithmonë kështu. E sa për këtë, mu isha në drenica që jam një të në burë, që a ki puna atje. Respekt, falenderit, shumë falenderit. Nga shemi edhe vllojt i Baci, Baci Ismet, po i thomone, kemi shumë që ka me të regu në këtë fshat, andaj po i lëme pak po me, unë po i thëmë në gjurë që shina mësu nga plas, po këtu i thët depo janë ndërtimore, kujta ju ofrojnë pak, e ne takomi vetëm pak, mas disa minuta, në fakt. Nuk ka mundësi me të qenë në fshate dhe sigurisht që kur themi që punohen tokat edhe mbojnë blegtëri, nuk ka mundësi mos me taku njerëz që e kanë të paktën një kope. Mundi me pyet çka pe bën çet lëng mas veti. Këtë lëng ma ka dhonë
lirimi së bashku me bashkëshortën e vet që po e përshëndes që më e marr gjatë rrugës. Me qenë se e kemi këto një tojru blektorinë e vet ose let më mirë me thonë, nështë ta pranon me folë dhe me afru edhe ati një gucak, po e ndajmë me këtë banor tash. Kështu që kjo është mrekulli, me qenë se ky fshat ka shumë tokë, edhe ka kullos të ballshme, po du me provu, më duket më thanë që e ka emrin Shaqer. Në qovë se nuk ka bom. O puna mor! A po dënë punëtor? A mashallah po të mira i paske. Kujta ju vjen po mi drisa të frunën të zotria, të ngo tjeta, si je, a je mirë, a je lodhin të rumë. Valdeti, ti dush me konë zotë Shaqer. Që se mundëm me ta vendosë shkurtimisht, edhe para se me fillu që të sak ma hadhoni këshi i juve, ta mërne me veti. Gjirimi i kocajve. I kicve më falë, edhe unë e morra me këtë poshtë të ru, i ftëft, moje pak për të shërbejnë ka tonë tonë, inshallah. Qush je? Apo lodhësh? Qush po kalen? Si posh, gjep, thash ma morë menja që janë tuat me qenë se jetë i ru, sot sopa i ki, apo kimi këllos, qush po kalen? Vëlloj, si jetë kënë ma thot, po mirë, tash ka njës pak ka bërë me të po. Apo, sot sopi ki këtë? Janë Zotë Shaqer. 15 janë këtë. 15, Nënë qune me ne. So për javlen me u marrë me to, so... Vëlloj, po nuk o keq, po... A ki kapacitet për me shtu numrin e ty në Zotë Shaqer? Po kish bet Allah, jam të ujtë të femnët, të rejsh, kjo është femnën e rej, e barës është, shtu ka pak. A i ke rrit vet jetuj prej fillimit? Po, prej fillimit, po. Që të një të parë që shkojnë me pi ujtë ashtë, Po. ajo, e kom ble, edhe këto këtë ty në rrush, të treja, ty në 100 vjetat, ty në bëta jo. A jetuj mojt dish për veti, Zotë Shaqer? Ja, ishe stanë. Apo, Fshatit këtu? Ja, është qenë të natyra farmë është. Natyra farmë është... Sociolagash. Po, që e mbledh qumshtin. Po. A ke bo kërkes që me të ndihmu ndoshta Ministria e Bujqësisë? Vallaj, jo, s'u ma apliku kur. Me forca tua, do me thonë ka këtu i bo. Kësë vetë, tash jem do me vllavit, shpijin e kam rrutër, du me ikë për shtollë sënina që është ata ka keni ratë poshtë. Po. Të me dollë tash vjetë me maru ma poshtë. Apo ki shtallë ku Jo, ari mosh për para që shukon në si të nërë që. Si të nërë që shikini bo. Pikrisht, mu me më bo halal se në shta pak lodha, po veç doshta që në njërë në emisionin te me paracite edhe përmes këtë pomje. Që që po du me të falenderu shumë se të shkun edhe lep për që ata s'po du me ta marrë edhe kohën tonë. Më të pyt pak për fshatin nga këfë që sa vite je këtu? Që 47 vjetës të jenë. Që 47 vjetë. Unë 78 qem. Që ka mbonë men në fshatin nga këfë? A i një marrë gjithmonë me këtu punë? Po, babgjysh. Babgjysh. Kum taku shumë njerëz, zotri Shqyqi, po nuk kum taku njerëz që më kallëzojnë paka shumë për historinë, a mos e din ka i ka ardhë emni Grejkovc? Vallaj, di paka shumë, po kanë ardhë 79, edhe e konë një fshat i vogël, të të një metë gilamotë, që të? Të na, atë që e thojnë mërtaja, që konë s'mundja për para. Po, s'mundja e mërtajes. E të na në grej kanë ardhë të në vendos naltë. Qështu paka Po, shumë, qështu. thuhet historia. Po, qështu. Lumë tërë me njëni tjetër, e ka lëni mirë. Mirë, fanë djetë. Me vllako ke dos tash, a? Ja, që 2 vjetë. Që 2 vjetë? A o dajt mirë, bili? Ja. Paka i gore. Po ta oraj shnetën, falenderit shumë. E i shola me shpitë të ty. Jo për juve e morra, për sa Falenderit. të për juve. Falenderit shumë. Ja, nera të rritë. Falenderit shumë. Vallaj, kënimi pika një. Mas kamerës që të Apo se s'ko gole, dosht. të rritë nera, dhe kjo tradit. Të rritë nera. S'ko gole. Falenderit shumë të rritë nera. Ndërum shikus, është edhe kjo një lloj tradite që zotëria në fjalë neve na nderoj, është kënaqësi që në tokën tonë prapë se prapë edhe përfiton për veti, por edhe për banorët mirë, po edhe këtë tokë të mrekullueshme që edhe atje po i shohim që në një kopje me dele, nuk lihet zbrazat nga këta banorë që janë shumë punëtor të fshatit Grejkovc. I shkuan lëpët, është faji jonë, por gjithsesi faleminderit që na tregoi sadopak që është të iru ato dhe na tregoi që po mirret me to dhe ja vlen me u marrë për shumë. U kënaq qa përbes po e pi edhe në një gotë, me sa ke kujta ju jep. Po.
ka fshat e nuk ka trev që i takon trojeve shqiptare të votrës tonë që vëmendjen, sa herë që përmendën ata të cilët danë gjithçka për liri e pavarësi, vëmendjen, siç e thash, nuk e lën pa u rikthyer edhe një herë atje. Edhe në emisionin tim dua ta bëj këtë e do ta bëj në secilin emision kudo që të shkoj. Sigurisht që edhe në këtë fshat, kur flasim për të mirat, për bukuritë, për zhvillimet që ka ndodhur këtij fshati, sigurisht që dikush dha edhe jetën që ne sot ta gëzojmë këtë liri. Mësuam edhe nga shkolla, mësuam pak nga njerëzit, në këtë pamje që ju sjell kujtimi, janë pikërisht dëshmorët të cilët dhanë gjithçka për fshatin Grajkovc, mirë po edhe për gjithë Kosovën. Kur ne më herët ju ofruam pllakën e zotit Sabit Lushaj që ishte atje, jo që t'i veçoj mirë, po Sabiti ishte vetëm 22 vjeçar kur me 17 gusht ra dëshmor së bashku me 4 shokët e tij duke sjellur armatim dhe ra pikërisht në Pashtrek, andaj edhe pllaka për kujtimore e tij qëndron eksakt në fshatin e tij, pra në Grajkovc, e ky memorial i është kushtuar dëshmorëve të këtij fshati. E them gjithmonë, si i ri i këtij vendi, lavdi të gjithë dëshmorëve që sakrifikuan me gjak për liri e pavarësi që sot ne ta gëzojmë. Rinia të gjithë ata që patën fatin që me jetu në Kosovën e lirë. Lavdi. Ju falemderit shumë, Grejkovc, për dashnin, mirësinë edhe mikpritjen që gjatë ditës së sotme unë e gjeta në fshatin e juaj. Një falenderim shumë i veçantë prej gjithë banorëve të cilët zgjedhën që me më folë me më tregu për historinë e këtij fshati i cili kaloi gjithçka deri në ditët e sotme që ne e gëzojmë lirinë. Kur e them kaloi gjithçka, po e marr edhe pjesën e luftës e gjitha sfidat që ata ja lanë kohës, por gjithsesi ata me punët e tyre, me njerëz punëtor që shquhen ata vetëse i rregulluar. Një shqetësim që unë e pash në këtë fshat është që rinia ka emigruar jashtë vendit, por gjithsesi nga bukuria që e shohim nga mbrapa ju patët mundësi që me po deri më tani përmes pamjeve të dronit, ata e ndërtuan këtë fshat në mënyrën më të mirë të mundshme. Si Valdet jam shumë i kënaqur që po takoj njerëz që votra joni ka njerëz që traditën e shqiptarit nuk e humbisin nuk e humbin në fakt me asnjë kusht. Kështu që edhe unë, edhe kujta gjatë ditës së sotme u kënaq shumë tepër shumë. Dua t'i përshëndes edhe ata banorë të cilët mbase nuk e patën rastin me bisedu sot me mu, por gjithsesi përmes pamjeve, edhe juve që jeni në mërgat, e juve që nuk jetoni aktualisht në fshatin e juaj, uroj që pak nostalgji ju kemi ngjallur me këto pamje që i kemi sjellur nga fshati juaj, më falni, Grejkovc të Soharekës. Tërë ditën e përmenda edhe në këto momentet të fundit vetë se e harrova. Nga mëngjesi kur kam ardhur e tani që jemi në orë të fundit të pasditës, ju falenderoj përzemërsisht për gjithë dashamirësinë që e treguat për mua. Deri në takimin ton të radhës që është të premtën tjetër në ora 19, shumë dashni nga unë Vali dhe qëndroni me emisionin tim në votër.